Inteligjenca artificiale. Ky është një argument shumë i rëndësishëm për jo vetëm për mësuesit e diasporës, por për cilin do që përdor kompjuterin për çdo lloj fushë të jetës. Unë po përqendrohem pak vetëm për pjesën e mësuesve të diasporës dhe po limitohem në disa shembuj për këtë punë. Inteligjenca artificiale në momentin që po flasim përfaqësohet nga 3 kolos të mëdhenj, siç janë OpenAI, pra ChatGPT, GPT, Google Gemini dhe Microsoft Copilot. ChatGPT është një platformë që është e financuar pjesërisht nga organizata të mëdha në Amerikë, por edhe nga Microsofti. Pra Microsofti ka hedhur një shumë të jashtëzakonshme të konsiderueshme, miliardash, për zhvillimin e kësaj platforme. Google Gemini, siç mund ta shikoni, kjo është e lidhur direkt me emrin Google dhe edhe kjo është një super fuqi, pra shumë i madh dhe shumë i rëndësishëm dhe në shumë raste është edhe më preciz se sa ChatGPT. Dhe Microsoft Copilot, që është një platformë që është direkt nga Microsofti, që është ndërthuar me produktet e Microsoftit, Microsoft 365, ku bëjnë pjesë gjithë programet e Microsoftit, pra gjithë platforma e Microsoftit. Ju mund të përdorni atë që ju intereson, por për mësuesit diasporës mund të jetë më e thjeshtë ChatGPT. Tu kemi edhe Mira Muratin, që ka një ndikim, ka bërë një punë të lavdishme në ChatGPT dhe ka lënë shenjë dhe për nesh edhe një krenari kombëtare. Madje para disa kohësh i është ofruar $1 miliard për kompaninë Meta të Mark Zuckerberg, pra për Facebookun e Instagramin, dhe nuk ka pranuar, por ka hapur një kompaninë e saj, Thinking Machine Labs. I urojmë suksese, sepse për ne është gjithmonë krenari si shqiptar që jemi. Kur të përdorni ChatGPT, është shumë e rëndësishme që pyetjet t'i bëni sa më të hollësishme. Pra, sa më shumë t'i jepni informacion në kërkesës tuaj, aq më i saktë do të jetë përfundimi. Do të specifikoni kontekstin, pra çfarë kërkoni, çfarë doni, formatin e përgjigjes, për që si e doni fotografi, e doni në formatin PDF, në formatin Word e tjerë, t'i jepni rolin e duhur, dhe nëse kërkesa nuk është okay, pra nuk ju kënaq, mund edhe t'i shkruani poshtë vetëm atë që nuk ju kënaq. Pa që nevojë me shkruar nga fillimi pyetjen, sepse ai njeh pyetjen tuaj. Nëse përdorni ChatGPT pa regjistrim, kuptohet që nuk mund të memorizoni kërkimet tuaja. Nëse përdorni me regjistrim, e gjithë kronologjia e ChatGPT-s ndodhet pastaj në pjesën lart majtës të akauntit tuaj në ChatGPT. Nëse keni ndonjë argument që nuk ju intereson që të ngelet aty për arsye privatësie, mund edhe ta fshihni edhe nuk ngelet në ChatGPT. Ky është shembulli. Mjafton të shkoni tek siti chatgpt.com, bëni login, nëse keni një llogari ose mund ta krijoni, ose për përdorim menjëhershëm pa regjistrim dhe pa shpëtim, është ChatGPT direkt tu. Tu mund vendosni edhe një file, mund bëni kërkimin, mund bërë shumë gjëra. Ne nuk po ndalemi sot në ChatGPT me këtë trajnim, por vetëm po e cekim që është një platformë shumë e rëndësishme për përdorim. Unë kam marrë një shembull, për shembull tek qendra e botërimit për diasporës, kam marrë udhërrëfysin e Gjakovës, i kam bërë një fotografi me instrumentin captura schermo që është në italisht apo snipping tool që është në anglisht. Mjafton të shtypni tastin start për ta gjetur dhe shkruani snipping. Shikoni. Dhe mund të merrni një copë teksti, siç e kam marrën për shembull. Pra, kam marrë këtë copën e tekstit këtu,
tek një dokument PDF dhe e kam ngjitur këtu, pra me copy paste. Edhe I kam thënë ma përkthe në italisht. Unë ju siguroj që për të bërë një përkthim të tillë, e para që duhen kompetenca, sepse mund të jenë edhe terma që janë pak të vështira, por duhet edhe kohë. Dhe kam frikë se të paktën 10-15 minuta për të përkthyr këtë, duhet patjetër. Ndërsa ChatGPT me një shpejtësi marramendse ta kthen pothuajse preciz. Mjafton ta kopjoni, mund ta modifikoni pastaj mbrapa, kur mos I leni gjërat e ChatGPT-s pa I korrigjuar, sepse e vërtet që është inteligjencë artificiale, por nuk është 100% I saktë. Saktësinë duhet ta kemi ne si qenie njerëzore. Pra me pak fjalë, mund ta merrni tekstin edhe mund ta përpunoni, ripërpunoni në për vendet e tjera ku ju duhet. Apo kur shkruani edhe një postim për shembull, mund ta vendosni këtu dhe mund t'i thoni, ma korrigjo postimin. Dhe sistemi në mënyrë të shkëlqyer bën korrigjimin e postimit. Kuptohet që syrin e fundit duhet ta vendosni ju si shkrues të tekstit, sepse përndryshe mund të ketë ndonjë gabim, sidomos me gjuhën shqipe. Ndoshta me gjuhët e tjera, për shembull me italianën apo francezën e tjerë, gabimet janë më pak, por me gjuhën shqipe mund të ketë gabime të tilla.